Emiliano Shullazi kalon sot ambientet e spitalit të traumës në masa të forta sigurie. Në pamundësi për të filmuar daljen e tij nga spitali për shkak të mos lejimin nga policia, Ora News mund t'ju përshkruaj skenën e shoqërimit të Shullazit nga forcat blu. Më shumë se 10 polic rrethuan trupin e tij teksa i afrohej makinës së policisë në ambientet e spitalit ushtarak. Shullazi mbante veshur një xhup ngjyrë blu, pantallona jeans dhe e binte në sy gjendje e tij e mirë shëndetësore, pavarësisht plagosjes në shpatull që raportoi policia një natë më parë. Përpos trupave të shumë të policisë, makina e uniformave blu që shoqëronte Shullazin është ndjekur edhe nga 2 makina civile të blinduara, siç po i shikoni në këto pamje të xhiruara me celular. Gjatë kohës që Emiliano Shullazi pritej të linte spitalin e traumës, ambienti i ngjasonte një aksioni sigurie të nivelit kombëtar, pasi e gjithë rruga që çonte tek urgjenca e spitalit ushtarak ishte e bllokuar dhe civilët nuk lejonin kamerat të merrnin pamje filmike. Shullazi sipas policisë është shoqëruar në drejtorinë e policisë, ku është marrë në pyetje. Burime nga Ora News bëjnë me dije se gjatë marrjes në pyetje, Shullazi ka deklaruar se po kthehej në banesën e tij në Tiranë nga fushkruja. Sipas deklarimit, Shullazi mësohet jetë shprehur se është gjendur nën breshërinë e plumbave që u derdhën mbi automjetin, ku udhëtonte së bashku me shokun e tij, Gilman Dodani, ndërsa automjeti nuk ishte në pronësi të asnjërit prej tyre. Ajo që duhet theksuar është se ngjarjet e mbrëmshme në Tiranë po hetohen nga 2 prokurorë të ndryshëm, çka tregon se hetimet nuk i lidhin këtë ngjarje me njëra tjetrën. Policia në njoftimin e saj thot vetëm se janë gjetur gjoja në vendin e ngjarjes, duke i marrë në cilësinë e provës materiale.